Melos Bajrami, lojtari i ndeshjes së Vora Vllaznia, barazim 0-0. Ishte votuar për fitore 3 pikë në Vorë, por ky barazim jo kënaq pjesërisht. Natyrisht na tash çdo ndeshje e shohim si finale edhe na duhet çdo fitore. E kishim planifikuar që me fitu, domethënë me dal me 3 pikë shpejt kësaj loje, po futbolli është i paparashikueshëm edhe duhet të pajtohemi me barazime edhe pse nuk jena të kënaqur. I drejt sipas jush ky barazim 0-0? Po nuk e di tash. Fusha u pa, domethënë ishte edhe terreni pak i vështirë për neve pasi fusha me barë sintetik nuk na përshtatet për lojën që e bojmë. Kishim rastet tona, ishte dashur mu tregu pak më cinik para portës, po tash ç'më bë. Pavarësisht barazimit këtë Vllaznia mban vendin e parë, do ta ruaj deri në fund? Po, natyrisht neve ajo është çfarë na intereson dhe në fund me dal me plus pikë domethënë për Final Four. Shpresojmë që vazhdojmë me këtë ritëm e ndeshjet e tjera të shkojmë për fitore. Kaluat një dëmtim fizik, jeni okay tash? Po, kaluan një dëmtim fizik në pjesën e hamstringut dhe besoj tash gjithçka është mirë, sot nuk ndjeva ndaj dhimbje edhe pse pata pak frikë në fillim, po gjithçka shkoi mirë. Ky trofe për kë shkon? Ka ndonjë dedikim? Po, për shokët e skuadrës edhe për familjen. Bajrami 2 ndeshjet e ardhshme shumë decisive me Dinamo fillimisht për të siguruar ndoshta finalen e kupës dhe më pas me Elbasanin. Po. Sa gatshëm është Vllaznia për të kaluar me sukses? Vllaznia është duke menduar vetëm për ndeshjen e ardhshme, natyrisht fokusi jonë është vetëm te Dinamo, më falni edhe në fund pastaj kur mbarojmë atë do mendojmë për Elbasanin. Bindet që do shkojë Vllaznia në finale? Besoj se po, ne kemi bindje brenda ekipit dhe gjithçka do shkojë mirë. Janë 3 mundësi, koha rregullt me shtesë apo ndoshta edhe me penallti. Cili prej tyre ndoshta shpresojmë që trujmë energjitë e mos shkojmë në mbashdime, domethënë që të kemi energji edhe për në fundjavë, domethënë ndaj Elbasanit. Faleminderit, suksese.